Tre grabitje me armëzjarri ka kryer 30 vjeçari Emiliano Nikolli alias Leshi në zonën e Fushkryes ditën e djeshme, i cili tashmë është shpallur në kërkim nga policia. Emiliano Nikolli fillimisht ndaloi një taksist dhe i kërkoi që ta shoqëronte drejt Fushkryes. Në kërcënimin e armës i ka marrë taksistit automjetin, celularin dhe një shumë parash e më pas e ka lënë afër sit të tapizës dhe është larguar. Të radhës 30 vjeçari ka grabitur 2 pika karburanti. Gjithashtu në kërcënimin e armës ka arritur të marrë gjiron ditor nga të dy subjektet si dhe sende personale të punonjësve. Automjeti taksi grabitur është gjetur në afërsi të një xhamie në Fushkruj dhe tashmë është sekuestruar. Sa kaq, policia po vijon kërkimet për arrestimin e 30 vjeçarit. Edhe më 10 maj të këtij viti, Emiliano Nikolli ishte bashkëautor i grabitjes së një tjetër pike karburanti në fshatin Fushgjorm, ndërsa me 30 maj në kërcënimin e armës i vodhi një shumë të konsiderueshme parash një tjetër taksisti në fshatin Fush Mamurras.